Mbrëm në spektaklin e Big Brother VIP Albania u trajtua historia mes Brikenës dhe Mateos, duke ngjallur reagime të shumta në publik. Menjëherë pas transmetimit, familja e Brikenës reagoi me një postim në rrjetet sociale. Bëni subscribe kanalin 5 Shorts për më të reja rreth showbizit vendor. Në reagimin e tyre, familjarët theksojnë se fjalët e dhëna dhe marrëveshjet për të mos diskutuar të kaluarën duhet të respektohen, pavarësisht rrethanave të lojës. Ndjejmë përgjegjësi të sqarojmë një parim të thjeshtë. Fjala e dhënë nuk është temë loje, është çështje jetës personale, nuk përdoren për strategji apo për fitim publik. Të qenit figurë publike nënkupton përgjegjësi dhe transparencë në atë që është publike, por nuk e shfuqizon të drejtën për privatësi dhe as nuk e justifikon hapjen e detajeve personale që nuk i shërbejnë askujt. Si familje qëndrojmë në mbrojtje të një parimi bazë, fjala e dhënë respektohet dhe kufit personal nuk të i kalohen për strategji apo vëmendje, respekt për të gjithë.